atë forcën vendosë, apo më mirë të them, gardiani jo vetëm në territoret të caktuara, por në botë. Ne po e shohim ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shembull te konflikti Palestinë-Izrael. Dhe natyrisht që në këtë rast duhet, por nuk është vetëm këto çështje, natyrisht që ka prapa kësaj ka dhe interesin ekonomik, jo vetëm gjithmonë për shkak se interesi gjeopolitik ndërlidhet tani më me interesin ekonomik. Por betejat, për shembull, bëhen edhe si kur rasti i Kinës, që e bën një farë lufte të butë, ashtu të them, me diplomaci e tjera, mirë po, konflikti të cilën po e them konfliktin në thonjza, por situata në të cilën janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia tani më natyrisht që e forcon jashtëzakonisht shumë Kinën, e cila po e shtrin edhe më tutje ndikimin e saj përmes asaj luftës së butë, bisedime, diplomaci, investime e tjera e tjera. Se a do të ketë një takim në mes të Putin dhe në mes të Donald Trump, t'ju them të drejtën, tani po duket që është goxha larg një takim i tillë, për shkak se për të arritur një takim duhet të ketë edhe një koncept se çka do të arrihet në këtë takim. Dhe në anën tjetër e kemi edhe një farforme një kërcënim nga ana e Donald Trump, për shkak se e kemi parë që i ka premtuar raketa Tomahawk Zelenskit, dhe si duket në këtë rast Putini vetëm dëshiron të thotë ok, po e provojmë prapë. A do të shkojë dhe të egërsohet lufta? Mendoj që do të jenë të kujdesshëm, për shkak se nuk do të ketë pastaj kosto vetëm për territoret në të cilat bëhet luftë, por mund të zgjerohet edhe më tutje për shkak se ka zgjerim të interesave natyrisht. I qartë, por sa i përket territoreve, zotit Canaj, në mënyrën se si Trump e formulon pra deklaratën e tij ku thot do të arrijmë një marrëveshje ngret dyshime, pra bëhet fjalë vërtet për një zgjedhje që ruan nga njëra anë integritetin e Ukrainës, apo nga ana tjetër një ndarje territoriale që favorizon këtu vetëm presidentin rus? Tani, në qoftë se ne presim që të bëhet një marrëveshje që do të shkonte vetëm në interesin e Ukrainës, atëherë do të ishte një iluzion, për shkak se në qoftë se do të shkonte në interesin e Ukrainës, atëherë pse do të duhej Putin që ta fillonte një luftë? Do të thotë është e pa, me siguri që ai e ka një qëllim dikun dhe kompromisin në kupton. Duke pasur parasysh që kemi tendenca të ndryshimeve gjeopolitike dhe po e shohim që kemi tani edhe një ribalancim të forcave. Kur flas për ribalancim të forcave, nuk i mendoj vetëm forcën ushtarake, por e mendoj edhe forcën ekonomike në këtë rast. Natyrisht që spari do t'i shohin interesat e tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Rusisë, natyrisht duke mos e injoruar atë se ku qëndron edhe Kina në këtë rast. Për këtë arsye, në emisionin tuaj shpesh herë kam përsëritur që për shtetet e vogla, natyrisht që çështja më e rëndësishme është dija, leximi i situatave dhe veprimi konform situatave, përkatësisht dija se ku duhet dhe si duhet rreshtohemi, do thotë ku është perspektiva e këtij e vendeve tona në këtë rast. Prandaj edhe për Ukrainën, mendoj që në qoftë se Rusia është futur me tendencën për të aneksuar Krimen, tani po e shohim që Rusisi duhet të rrugë dhe dali edhe në Bregdet. Dhe mund të rrezikohen edhe disa ku i ka trupat Rusia natyrisht, disa vende ku ajo i sheh si rrugë edhe tregtare, por edhe ushtarake, për shkak se duhet të zgjerojë edhe ndikimin e saj. Do të thotë nuk mundet që Rusia të pranojë që të dalë si humbse, për shkak se nuk e shef një partner afatgjatë te Ukraina, sikur që e shef për shembull te Bielorusia në këtë rast. Në qoftë se Ukraina vazhdon me synimet e saj për antarësim në NATO,
apo edhe në një afat tjetër edhe në BE, atëherë natyrisht që Rusia do ta shohë si potencial të rrezikut të saj, përkatësisht ofrimi i kufive të Shteteve të Bashkuara të BE-s dhe të NATO-s, e që nënkupton aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kufime të, natyrisht që do të jetë goxha i papranueshëm për Rusinë dhe do ta shohë si rrezik në të ardhmen dhe nuk e besoj që Rusia do të pranojë diçka të tillë. E qartë. Zoti Canaj, Trump e ka ndërtuar tashmë e dim pra profilin e tij si negociatori më i mirë në botë, por realiteti në Ukrainë është më kompleks, pra po i shuaj më kompleks se ndryshe një marrëveshje biznesi. Pyetja lind nëse a mundet që Donald Trump ta bind Vladimir Putin pra të ndalojë luftën, por kjo pa humbur imazhin e tij si fitimtar. Shqisani, unë shpresoj që nuk do të vuaj shumë Ukraina kur të bindet Rusia. Apo nuk do të humbë shumë Ukraina kur të bindet Rusia, për shkak se në qoftë se e mendojmë Donald Trump si një biznismen që din të negocioj, e dim që biznismenët nga njëherë lejojnë që të humbet diku për të fituar diku tjetër. Patjetër. Dhe po shpresoj që nuk do të jetë humbje e madhe për Ukrainën në momentin kur vihet te negociimi, për shkak se ne kemi të qartë që lufta nuk mund të vazhdojë me vite të tëra, e para dhe e dyta e kemi të qartë që Rusia nuk do të mund të anekson të tërë Ukrainën. Por njëkohësisht e kemi edhe të qartë që ne nuk mund të kthehemi në mesin e shekullit 20 kur janë ndarë zonat e interesit në mes të dy superfuqive, sepse deri më tani ne folëm për 3 forca. Në fakt mund të jenë nëse e marrim edhe Bashkimin Evropian si forcë, por edhe Indin, atëherë po na dalin 5 forca. Do të thotë kemi ndryshuar dhe nuk mund të bëjmë një krahasim me vitet me fundin e shekullit 20. Tashti në qoftë se mendojmë në luftra të gjata, ne dim që në Evropë ka pasur dhe luftra të cilat kanë zgjatur 30 vite derisa ka ardhur ajo marrëveshje apo paqja e Vestfalis, por a mund të krahasohet diçka e tillë me sot, kur e dim që atë botë kanë qenë luftra religjioze, në shekullin 20 kemi pasur Besh Jugosllavin luftra etnike, por tani kemi të bëjmë me luftra të cilat kanë qëllim ndikimin dhe natyrisht që dikush do ta paguaj një kosto. Dhe mund të them lirshëm që me luftën e Ukrainë ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë po e bëjnë një luftë pa dërguar ushtarë të saj atje pos teknologjinë të cilën e ka dhe të cilën ja lejon Ukrainës që me të cilën ja lejon Ukrainës ta bëjë luftën. Pra gjithçka do të mvaret nga ajo se si do të shihet ndarja e interesave dhe si do të shihet balancimi i forcave. Do të thotë cili rol do t'i mbetet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cili rol do t'i mbetet Rusisë, dhe pastaj do ta shohim edhe cili rol do t'i mbetet Kinës, se të gjithë e dimë që Kina vazhdon gjithmonë që ta ketë ndikimin e saj në botë, duke pasur një ushtri të fortë, por duke mos e reklamuar atë shumë për shkak se asaj intereson ekonomia në botë. E qartë, mirë, zoti Canaj, ndjekemi tjetër një stërdo më pas të rikthehemi. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia ka testuar me sukses raketën Burevestnik, e cila është e pajisur me motor me energji përthamore dhe ka aftësi për mbajtjen e armëve përthamore. Tashmë Moska po kërkon mënyra për ta përdorur atë në një kohë kur lufta e Kremlinit në Ukrainë po zvarritet. Kremlini publikoi më 26 tetor një video nga një takim mes Putinit dhe shefit të shtabit të përgjithshëm Valeri Gerasimov, që raportohet se zhvilluar në një lokacion të grupit të përbashkët të forcave. Gerasimov tha se testi u krye 5 ditë më parë, kur raketa për të cilën Moska pretendon se nuk mund të zbulohet nga asnjë sistem mbrojtës, përshkroi 14.000 kilometra dhe qëndroi në ajër për rreth 15 orë. Raketa e quajtur Skyfall nga NATO është në zhvillim për më shumë se një dekade. Ajo është një nga disa sisteme të reja, në të cilat dizajnerët rus janë përqendruar, ndërsa Kremlini derdh fonde në zhvillimin e armëve si pjesë e një gare armatimesh që nuk është pranuar zyrtarisht.
kryesisht kundër Shteteve të Bashkuara. Testet vendimtare tani janë përfunduar, tha Putin në një video, duke shtuar se i ka urdhëruar përgatitjen e infrastrukturës për ta futur këtë armë në shërbim në forcat armatosura ruse. Mirë, zoti Canaj, pyetja është sa jemi tashmë përballë një kërcënimi të ri global, pra kur sipas NATO-s ky sistem është i padukshëm për radarët dhe jaftë të mbajë edhe armë bërthamore. Nëse kjo vërtetohet, Rusia mund të ketë arritur një avantazh strategjik, po i shuaj që as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë. Kjo është një farë vazhdimësie e luftës së ftohtë. Për shkak se gjithë e dim që lufta e ftohtë ka filluar gjithmonë, ka filluar dhe ka vazhduar duke testuar raketa bërthamore, bomba atomike e tjera e tjera. Dhe kjo është një vazhdimësi e saj. Madje e kam thënë edhe më herët që lufta në Ukrainë, fillimi i luftës në Ukrainë, gjithmonë e kam kuptuar si diçka e tillë, ku ka kërcënime, ka garë, se kush e ka teknologjinë më të mirë, luftarake e tjera e tjera. Shikoni, gjithmonë ekziston diçka që ne e dim. Ajo që e shohim ne e dim. Por pyetja është, gjithmonë a thua ka diçka që ne nuk dim. Do të thotë më shumë, t'ju them të drejtën, e kam si person, kam frikën nga ajo që nuk e dim, për shkak se nga ajo që e dim mund të ndërtojmë edhe të përgatitemi për masa mbrojtëse. Natyrisht që në këtë fazë Rusisi duhet që të nxjerrë diçka të tillë, por